I dashur publik, përshëndetje. Nëse keni pa ju që keni përcjell prej fillimit, neve vazhdimisht na kanë silmu faqet tona, i kanë raportuar me mënyra të organizume, madje janë përpjek me na ndalu edhe të drejtën e botimeve të artikujve tonë, infrastrukturën e Substackut. Atëherë kur filluam t'i bënim hulumtimet lidhur me Richard Grenellin dhe arsye pse ai ishte dëbuar nga Gjermania dhe veprimet e tija me Moskën zyrtare në Moldavi, në Hungari dhe në Serbi e Ballkan e Gjetju. Ajo që është interesant është që duke qenë se ne nuk kemi mjetet mjaftueshme financiare për me i përballu shpenzimet e ndërtimit të infrastrukturës, e cila i mbron ose i mban dokumente të ngarkuara, të cilat dokumente ne shpesh duhet me ngarku fizikisht në rrjete të internetit online. Na përdorim një sistem të web arkivës online në cilin nuk kemi nevojë me bo pagesa. Mirë po kur ngarkon dokumente aty, nëse ka mjaftueshëm njerëz të cilët e raportojnë atë dokument si dokument i cili nuk është i vërtetë ose si dokument i cili nuk do duhet të ishte në publik, atëherë sistemi i web arkivës e largon atë dokument nga qasja për publikun. Çka ka ndodhur? Gjatë 3 javëve të fundit që na jemi duke i botu gjetjet tona hulumtuese dhe analitike lidhur me dosjen e Hagës, siç e dini ne gjithmonë i ofrojmë dokumentet e bashklidhura në fusnota në artikujt ton. Tash rrjetet me sa duket kriminale të organizume që nuk duan që e vërteta me u transmetu, pas kanë shku edhe pas kanë raportu dokumentin e parashtresës prokurisë së Hagës, të cilin e gjithmonë e bashklidhën në artikujt ton kur shkruajmë lidhur me dosjen e Hagës që jemi duke shkruar tash e 3 javë. Po ju a tregoj se çka ka ndodhur, sepse sot disa lexues na komunikuan dhe na thanë ju po thoni që dosja e Hagës është e bashklidhur në raportin tuaj hulumtues, mirë po kur po klikojmë aty nuk po e gjejmë dokumentin dhe ne u shokuam, u habetëm ç'është është e mundshme. Edhe ja po ju e ilustroj. Ky është artikulli i fundit ku ne shkruajmë për Hagën, kur kundërshtari politik u shndrua në armik të kombit, dhe siç e shihni në fund të artikullit, këtu, kur shkoni në fusnot me kursor, e shihni dokumentin e Hagës dhe kur klikon këtu, normalisht ish dasht me e qel dokumentin e Hagës. Me po shiko çka po thot. Items may be taken down for various reasons, including by decisions of the uploader or due to violation of our terms. Materiali i ngarkuar këtu thot mund të jetë larguar për arsye të ndryshme, përfshirë thot nga ndonjë vendim i mundshëm i atyre që kanë ngarkuar këtë material, pra ne nuk e kemi larguar këtë material nga publiku, apo thot duke i shkelur kushtet e përdorimit të platformës. Nuk është e habitshme, po është shokuese qysh sa shumë janë të organizum për me dëmtu të vërtetën. Është shokuese qysh edhe 27 vjet mas luftës që janë zhvesh, cullak, për balë të vërtetës, këta pandalshëm, pa i rapi shmon për krejt zezat që e kanë bo këti kombi, po mundohen dëshpërueshëm, vdekshëm me përmbyt të vërtetën. Por, nuk do të munden, sepse ne jemi të përkushtuar që ta sjellim të vërtetën. Dhe pse financiarisht nuk jemi mirë, ne do të gjejmë zgjidhje tjera dhe mënyra tjera qysh ta ngarkojmë
dokumentin e dosjes së prokurisë së Hagës i cili e zbërthen dhe e zhvesh gënjeshtrën e krejt arrjetit kriminal për atë se çka po ndodh në gjykatën e Kosovës në Hagë. Ne do të vazhdojmë të shkruajmë, ne do të vazhdojmë të bashklidhim dokumentin e Hagës, tashmë e kemi gjetë një zgjidhje, një mënyrë tjetër që mundemi me ngarku dokumentin e Hagës në artikuj tanë hulumtues dhe besojmë se me atë zgjidhje askush më nuk mund të raportoj si dokument të dyshuar, por thjesht mund të shkarkojnë. Kemi komunikuar me platformën Substack dhe kemi gjetur një zgjidhje ku ne mund të ngarkojmë faktikisht tani dokumentin, por e pa është arsyeshme dhe të domosdoshme me u paraqit në një transmetim live ku po ju tregoj se sa dridhen strukturat kriminale që nuk e duan ekspozimin e të vërtetës deri në çdo moment që ne botojmë diçka. Disi e kemi përshtypjen që këta mbesin pa frymë derisa ne ta botojmë artikullin ton tjetër. Dhe duke ditur se këto artikuj janë jashtëzakonisht të rëndësishme për publikun, ne me preferencë do t'i botonim të pambyllur nga çelësi i asaj që lexuesi duhet jetë abonent me pagesë. Fatkeqësisht për shkak që nuk kemi mundësi ndryshe me e financu këtë projekt, ne po i mbajmë të mbyllur fillimisht në mënyrë që njerëzit që kanë mundësi financiare me përballu shpenzimet të mund ta bëjnë një abonim me pagesë për ta lexuar dhe më pastaj e praktikojmë që në një ditë tjetër ne e shpërndajmë materialin pa pagesë tek lexuesi që janë të abonum pa pagesë. Prandaj abonohuni dhe mos ja lëni kohës, edhe ne do të përpiqemi që të bëjmë zgjidhje tjera. Gjithsesi jemi duke u përpjekur që të gjejmë zgjidhje për infrastrukturën e digjitale në mënyrë që ti vëmë në dispozicion gjitha materialet të cilat me sa po duket janë targetuar për të zhdukur nga interneti. Ne do t'i ruajmë dhe do t'a bëjmë të pamundshme zhdukjen e tyne. Si që thash, domethënë e kemi gjetë një zgjidhje tjetër, tash se si ta bëjmë ngarkimin e dokumentit dhe besojmë që në artikullin tjetër të radhës dokumenti do të jetë i ngarkuar në artikull dhe jo në struktura ose infrastruktura tjera të webfaqes ku këta që janë të interesuar të zhdukin atë dokument nuk do të mund të zhdukin më. Mirë po do të përpiqemi ta kalkulojmë edhe koston e asaj se sa do të na kushtoj që ta kthejmë dokumentin, ta ngarkojmë edhe në të gjithë artikujt e tjerë që janë diku rreth 15 sosh të më parshëm, 15 ndoshta edhe më shumë, që ta ngarkojmë edhe ta bashklidhim dokumentin që t'jetë aty. Ne nuk e dim ende nëse platforma Substack na mundson një diçka të tillë, mi po mas komunikimeve sot që i kemi pas, na kanë thënë se ne mund tash tutje ta bëjmë ngarkimin e dokumentit. Shpresojmë që ajo mundësi tjetë edhe për artikujt e tjerë të mëhershëm. Mirë po besojmë që nuk do ta përdorim më sistemin e asaj që quhet arkiva internetit, për shkak që me sa duket është e mundshme që nëse bëhet raportimi i dokumentit në mënyrë të organizuar, është e mundshme që largohet nga publikimi. Pra kjo përveç që ata duan që ta zhdukin të vërtetën, ata duan që mbase nëpërmjet kësaj mënyre të përpiqen të dëmtojnë kredibilitetin tonë në mënyrë që dikush të thotë se e po ja kronikat e barutit thonë se kanë dokumente, mi po kur klikon në fusnot, kur klikon në link,
dokumenti s'ekziston. Jo, dokumenti ka ekzistu, na jemi shumë të qartë që ka ekzistu, dokumenti ne kemi në posedim në redaksin ton, mirë po, ja që këta që janë interesuar që këtë shduket pas kanë ba një organizim edhe i pas kanë raportu, si që tini kanë bo organizimet tila, kanë raportu faqet tona në Facebook, madje faqen time personale, tashe më shumë se disa muj, për shkak të raportimeve, ne nuk kemi qasje të fondeve që akumulohen nëpërmjet klikimeve në Facebook, sepse Facebooku thot që ne du t'ju sankcionojmë për t'i marrë fondet, duke qenë se dyshoheni se i keni shkelur standardet komunitare të rregullave të Facebookut, edhe pse nuk kemi bërë asgjë tjetër pos kemi raportuar, me gjas Facebooku ka vendosur që t'i ketë në konsiderat dhjetra mira raportime të profilit ton, në mënyrë që të na e cungojnë të drejtën e qasjes së fondeve, sepse ata e din fort mirë që ne nuk pranojmë fonde nga rrjetet kriminale, apo nga rrjetet të dyshuara, apo nga grupet interesit, dhe varemi kryesisht nga fondet e lexuesve tanë që janë të abonuar me pagesë dhe lexuesve të cilët duan të dhurojnë mjete financiare duke bërë kontribute me donacione, dhe fondet e mia personale që unë i përdor si reporter lufte gjatë kohës kur unë raportojnë terrenet luftës dhe i fitoj. Prandaj edhe njerë apel, abonoheni me pagesë sa më shumë që të mundeni, në mënyrë që ta mundësoni t'jetoj ky projekt, sepse ky projekt po i dridh strukturat kriminale pleqkice, të cilat e kanë pleqkitur në Kosovën për 20 vjet rresht, të cilat e kanë instaluar Serbinë në Kosovë për 20 vjet rresht mas luftës, dhe të cilat janë përgjegjëse për vrasjen e strukturave politike, intelektuale dhe gazetarëve të Kosovës, përfshirë dhe luftëtarëve të lirisë, të cilët mbasi kanë ditur diçka për të bëmat e tyre dhe këta i kanë parë si kërcënim për jetën e tyre dhe kërcënim për të vërtetën e tyre, e cila është gënjeshtra të cilën ata i kanë transmetuar dhe shërbyer vazhdimisht në kohën e pas luftës, vetëm që të mund të qëndrojnë në pushtet dhe të vazhdojnë të shesin e pleqkisin Kosovën. Mirë po ne nuk do të ndalemi, ne nuk ne jemi të vendosur që të vazhdojmë, ne besojmë edhe në fuqinë edhe dëshirën e gjithë lexuesve tanë që kanë dashni për dheun, sepse ky projekt do ta shpëtoj vendin ton nga patakgjinjet, nga tuxharët, sepse vetëm duke i ekspozuar ata pandalshëm me të vërtetën, ata nuk do të mund të marrin më besim dhe pushtet në vendin ton, në mënyrë që të vazhdojnë të tregtojnë ata siç e kanë tregtuar për 20 vjet rresht, dhe siç na kanë treguar edhe në 7 vjeçarin e fundit që kanë mbetur në opozitë, që i vetmi interesimi tyne për të kthyer në pushtet është vazhdimi i tregtimit të fatit Kosovës me armiqtë e saj dhe vazhdimi i plaçkës dhe plaçkitjes së pasurisë tonë kombëtare edhe publike në interes të tyre personal. Ne do të vazhdojmë të sfidojmë, ne kërkojmë dhe apelojmë publikisht tek publiku që të na mbështesin me abonime me pagesë. Tashmë kemi arritur numrin 224 të abonentëve me pagesë, bëhu i 225, bëhu i 500, bëhu i 1000, i 2000, sepse na duhen minimum 2000 abonentë me pagesë, të paktën deri në tetor, në mënyrë që të mund të mbijetoj redaksia jo në gjuhën shqipe. Përndryshe përkundër dëshirës, fatkeqësisht ne duhet ta mbyllim redaksinë në gjuhën shqipe, sepse nuk mund mbijetojmë pa financa të siguruara, dhe ne jemi më mirë të gatshëm ta mbyllim se sa të pranojmë fonde nga rrjetet të grupeve të interesit apo rrjete të grupeve kriminale të cilat ja duan të keqen vendit. Faleminderit shumë, shihemi në raste të tjera. Mos harroni abonohuni me Kronikat e Barutit.